Në Shqipëri vetëm 0,45% e prodhimit të brendshëm bruto shkon për financimin e arsimit të lartë. Një shifër kjo shumë e ulët krahasuar me vendet e rajonit. Arbian Mazniku nga Instituti i Studimeve të Larta Agenda në shpalosjen e një skeme për financimin e arsimit të lartë në vend vë theksi në plotësimin e 3 parakushteve, siç janë akreditimi dhe renditja, zhvillimi i arsimit profesional, si dhe konsensusi i gjerë politik dhe publik. Akreditimi dhe renditja duhet të jenë të drejta, të trepta dhe të pavarura. Çka deri diku secila prej këtyre gjërave ka qenë pjesë e çalimit të sistemit. Do të qenë i drejtë do të thotë që ata duhet funksionojnë bazë kritereve transparente, të mirë kuptuara, të mirë pranuara nga të gjithë aktorët. Mazniku vuri theksi në përmbushjen e një reforme financiare nëpërmjet 3 mekanizmave, siç janë fondi i përgjithshëm, pagesa për studim, si dhe fondi për zhvillim. Logjika është që duhet krijojmë një sistem i cili të jetë fleksibël dhe të ketë mundësi që qeverisje të ndryshme, më në të djathtë apo më në të majtë spektrit politik, të kenë mundësi të ajustojnë këtë sistem në varësi të mendimit tyre mbi rolin e shtetit në arsim, pa pasur nevojë për ta prishur sistemin në tërësi. Po ashtu në skemën e paraqitur nga Agenda parashtrohet edhe puna në drejtim të rritjes së cilësisë, paralelisht me zgjerimin e numrit të universiteteve.